më sfidoj me një pyetje, unë dua të përgjigjem sonte. Ti ke thënë se zotëria Ali Ahmeti është i smur seriozisht. Vërtet e kam thënë këtë fjalë. E kam thënë sepse zotëria Ahmeti shumë duhon për dorën. Shumë rrin në odat e burrave. Dhe ja sonte seriozisht i them zotëria Ahmetit, mirë është ta leni cigaren. Mirë është komplet ta largoni duhonin. Tash unë du të sfidoj përsëri zotëria Adnan Azizin, t'i them se kryeministri nuk ja përmend as emri. Në ndërkohë ai burr mbi 100 kg. Njeri i parë në Tetov. Si e duron këtë, si mund ta durohet? Unë personalisht ditën kur kam vendosur dalë prej qeverie, ka qenë dita 3-4 ditë mbas tragjedisë së Koçanit. Kur tha zotri Mickovski se përveshi i kapi shqiptarët dhe i nxjerri dhe i burgosi. Ai ka qenë momenti vendosës për mu që kam thënë unë largohem prej kësaj qeverie. Të nderuar